بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أشرف الأنبياء والمرسلين والله تداشر لأطفال مدريم تكون أتم الله سبحانه وتعالى باچا المشيراتي كومي تدرقوا لنتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتي تندرشم بشوق تتي besnik e pashtu të ndërshëm dhe shumë trima. Dhe me të gjithë të tjerë që pasojnë këtij feje në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, mirë se keni ardhur në manifestimin e pensionimit të Hafiz Abdul Kader Abazit, edhe njëri ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në mesin tonë kemi shumë hoxhallarë, shumë hafëzlar, shumë kolos të dijes, e në disa prej tyre do të ajopim fjallën sigurisht. Së pari, fjallën hyrëse ashtu siç e ka zakon çdo manifestim islam, do ta fillojmë me leximin e Kuranit nga hafizi i nderuar Asub Emullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
Asipi për emrin e dëshmorit Humbit. Asive Mrëllaut, i cili ishte një burr i madh, një burr dhe besimtar i drejtë, që luftoi e u përpoq për dinin e tij, për këtë xhami, e cila në kohë luftës ka mbajtur mbi 400 persona të strehur këtu. E që lutim Allahu Azza wa Jalla ta shpërblej me xhennet dhe që e ka pasuruar këtë familje me një afës të tillë. Në vazhdim, vëllezër të dashur, ta lexojmë biografinë e Hafez Kadrijes, e bushur, e së bushur, e që kemi zgjedhur vetëm disa pjesë të jetës së tij. Abdulkader Abazi lindi më 31 dhjetor 1961 në fshatin Udhël, si biri i Zekiriaut dhe Nazmi Halimit, i martuar me Hafizën dhe mualimen Fejzia Jeti nga fshati Lëvkollë. Ai është baba krenar i tregjeve Hafiza, të cilët mësuan hifzin nga vetaj, nga një familje fetare dhe bujare. Abdulkadri kriju shkollën fillore në fshatin Udhël dhe filloi mësimet e Kuranit te nëna e tij Nazmia. Më pas filloi dijen të mësuesi i shuar Hafez Refiku në Lëvkollë, ku përfundoi hifzin me sukses të lartë në vitin 1980, pas një viti studim duke diplomuar para komisionit të ateshëm. Shkollimin e mesëm e kreu në shkollën prestigjioze Furkan në Damas të Sirisë në vitin 1984. Vazhdoi studimet në Fakultetin e Sarajevës, por për shkak të rrethanave të atërshme nuk mund t'i përfundonte. Gjatë viteve 1984-89 shërbeu në Mostar dhe Sarajevo për mukabele gjatë Ramazanit. Në vitin 1988 burgosi politikisht bashkë në angazhimin në mbrojtje të shkollimit në gjuhën shqipe. Në vitin 89 deri në 2005, Abdulkadri shërbeu si imam dhe mualim në fshatin Zhunis për 17 vite, ku edukoi shumë gjenerata në këndin dhe mësimin e Kuranit. Përveç trajtjeve të tij, hifzi nga i mësuar edhe një djalë i varës në Zhunicë. Në këtë punë fisnike, krau i tij djathtë ka qenë bashkëshortja e tij, të cilës ai është njohës përjetshëm. Në vitin 2005, Abdulkadri u kthye në linjën e tij këtu në Udhël, ku vazhdoi shërbimet si imam dhe mualim për 20 vite deri tash. Gjatë kësaj kohe, edukoi 11 gjenerata me mbi 40 fëmijë në çdo gjeneratë, të cilëve e mësoi Kuranin me përkushtim dhe shumë dashuri. Nga puna e tij intensive, hifzin përfunduan Hafez Fahid Mdavateçi, Hafez Asibi nga Hoxha, Hafez Hamza nga Baja, Hafez Ibrahimi nga Llapati, Hafez Elinori vitin që kaloi nga Hoxha, Hafez Shefketi nga Rizalia dhe 5 të tjerë që janë ende në proces sesimal. Në fund, Hafiz Abdulkadri shpreh ashtu një falënderim për shoqatën e Lexo dhe drejtorin e saj Hoxha Xhail Aziri për mbështetjen e gjithanshme morale dhe materiale. Të nderuar, le të nderojmë Hafiz Abdulkadrin për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në edukimin fetar dhe për kushtimin ndaj Kuranit familjar. Ju uroj një pensionim të mbarë për plot bekime. Në vazhdim të vëllezër të dashur, siç tash kemi shumë musafir, pashtu i kemi edhe kryimamin dhe miftiun Xhamaluddin Hasan nga Presheva, të cilit japim fjalën tonë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa atammu taslimu wa la udwana illa ala zalimin. Falënderimet dhe nderimet i takojnë Allahut fuqiplot, paqja dhe mëshira qofshin të dërguarit tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar hoxhallar, të nderuar hafizlar, të nderuar xhamat, shumë i nderuar dhe shumë i respektuar Hafez Abdulkader Abasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nderin dhe kënaqësinë që në qelsinë e kryemamit të Këshillit të Bashkisë Islame për Preshevë, Janës dhe Medveç, të Bashkisë Islame për Preshevë, Janës dhe Medveç dhe Këshillin e Bashkisë Islame në Preshevë, të marrë pjesë sot në këtë manifestim i cili është organizuar enkas për pensionimin e dietarit, hoxhës, atletarit, humanistit, aktivistit të palodhshëm, por në njëjtën kohë dhe hafezit i cili kalon një gjurmë shumë të madhe, jo vetëm në Hotër dhe Kumanor, por edhe në rrethin tonë të Preshevës. Neve preshevarve, do thotë Hafez Abdulkadri prej arrës tina, nuk ka qenë vetëm një hoxh në fshatin Zhunis, por ka qenë një aktivist i pandarshëm,
i Bashkisë Islame. Këshilli i Bashkisë Islame të Preshevës, do thot në vitin 1990, Hafiz Abdul Kadri zgjidhet antar i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë. Në vitin 1991, Hafiz Abdul Kadri bëhet edhe antar i kryesisë së shoqatës bëmirëse islame Sami Flashi në Preshevë. Që do të thotë se Hafiz Abdul Kadri nuk kemi pas vetëm imam aty, por e kemi pas një antar të Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë, me një të kohë me themelimin e shoqatës bëmirëse islame Sami Flashi, Hafiz Abdul Kadri ka qenë antar i kryesisë së shoqatës bëmirëse islame Sami Flashi. Dhe ky funksion edhe në këshill, edhe në shoqatë, edhe në punën e xhamisë në fshatin Zhunic, dhe unë në cilësinë e kryimamit që gjatë këtyre viteve vazhdimisht kemi qenë së bashku, Hafiz Abdul Kadri nuk e ndalë asnjë moment duke dhënë kontributin e tina në mësim besimin përmes të Kuranit apo hifzin e Kuranit, dhe kemi nderin që Hafiz Abdul Kadri në Preshevë përveç 3 djemve të tij, ne kalon edhe Hafiz Saadin, edhe për pak edhe hoxha i Bukurocës nuk e ka kryer hifzi, po ka mësuar te Hafiz. Edhe një vajzë tjetër është në Zhunic, do thotë që Abdul Kadri nuk është ndalë me punën me nxënësit e tina. Një kontribut edhe të veçantë që e ka dhënë në themelimin e institucionit të Bashkisë Islame për Preshevë, Bjanës dhe Medvegjë. Hafiz Abdul Kadri nuk e nalë kurrë, edhe kemi pas aktivistë të pandashëm. Ku është deshtë, si në aspektin humanitar, si në aspektin e leximit të Kuranit, si besimit të Kuranit, hifzin e Kuranit, edhe në aspektin e institucionit të Bashkisë Islame për Preshevë, Bjanës dhe Medvegjë. Hafiz Abdul Kadri ka qenë një ndër iniciatorët dhe themeluesit të kësaj bashkie islame, që ne sot jemi në këtë institucion, por gjithmonë kur nuk e harrojmë kontributin e Hafiz Abdul Kadri. Pra erdhi edhe fundi i punës së tina edhe në Preshevë, po edhe ja edhe në Hotër, po na shpresojmë se hifzi dhe Abdul Kadri nuk do të ndalen asnjëherë. Dhe padyshim se edhe Hafiz Abdul Kadri, edhe Hafizët tjerë, po edhe nga Kumanova kemi pas edhe shehin, hoxhën tonë shumë të nderuar, Bedrijetullahin, i cili ndroi jetë para 2 viteve. Dhe këta dy, vërtet në këshillin tonë Bashkisë Islame në Preshevë kanë qenë vërtet ata cilët thotë Zoti xhallahu xhalla xhelalu waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faktikisht këtë ajet kuranor waltakum minkum ishin vërtet këta dy hafizlar, këta dy hoxhallar nga Kumanova që e kanë kryer vërtet punën e tyre ashtu që shka thonë Zoti xhallahu xhelalu. Me Hafiz Abdul Kadri kemi vendet ndryshme, angazhime ndryshme. Ky ka qenë një njeri që s'ka lëshuar kurrë pen. Ky ka qenë një njeri shumë i vendosur që gjithmonë ku është deshtë fjala e Allahut, ku është deshtë që të hyjë në këtë ajet kuranor me urdhënua dhe me largu për punë të këqija, kjo kon aty. S'ka thonë pardon, nuk ka pas pardon të Abdul Kadri. Nuk ka pas të thonë, jo, se tash s'po konë se ky ka shtu, jo. Ato që është dashtur ta thotë, e ka thonë. Ato që është dashtur të urdhënon për të mirë, ka urdhënuar për të mirë. Me këtemi i Zhunicës, edhe gjithë Presheva, edhe hifzi, edhe neve, gjithmonë kemi qenë të kënaqur, edhe Bashkia Islame për Preshevë, Bjanës dhe Medvegjë, ka organizuar që t'ja jep një mirënjohje për aktivitetin, angazhimin të cilën e ka bërë në luginë të Preshevës. Faleminderit Sheikh Abdul Kadri që na ka ftuar sot në këtë manifestim, edhe me plot kënaqësi edhe muftia Nejmuddin Ademi të përshëndet, por për shkak të smundjes së motrës tij nuk arriti të marrë pjesë në këtë manifestim. Vërtet kanë pas qef edhe shumë xhallar nga Presheva, po ja që unë po prezantoj edhe luginën e Preshevës, se inshallah Allahu na takon edhe në manifestime dhe të tjera. Unë do të kisha pas dëshirë ndaj tash me njohim anfo mirë. Faleminderit që më dha fjalën, faleminderit. Zoti ju shpërblet.
Faleminderit të nderuar i Hoxh, ne të urojmë sukses në davetin tuaj atje me vëllezërit të shef Bujanë Celeveq. Në vazhdim, në këto 2 vitet e fundit, po ashtu Hoxha ka edhe një bashkëpunëtor, më shumë se bashkëpunëtor, një shok, ja apim fjallën Nuh Hasanit, Hoxhës tonë Xhanes. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu jalla jalaluhu ndërrojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, salavat e ndërrojmë. Sparihana nësë Allahu azza wa jalla, që Allahu jalla jalaluhu të këtë të bëgat të këtë të vim më dështor, shatin tonë, për ndërë dhe respekt hafëzin tonë të ndëruar Abdulkader Abbasin, i cili i erdhi koha që të pensionohet, edhe pse hoxhallarët asnjëherë nuk kanë pension, nuk duhet të ndalen në misionin e tyre, në davetin e tyre, mirë po çështjet administrative e kanë punën e tyre, kështu që e lusë Allahun Jalla Jalaluhu që s'pariherë hafëzit tonë Allahu t'ja zgjatë jetën dhe t'i jep shëndet të plotë. Ajo e cila në rastis sot se në mesin tonë kemi do të thotë misafir nga viset shqiptare të cilat vinë nga Prishera, nga Kosova dhe një ashtu hoxhallar të nderuar nga vendi jonë. Unë ju përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo dëshiroj mirëseardhjen e emrin tim dhe në emrin e këshillit të xhamisë dhe në emrin e fshatarëve, ju dëshiroj mirëseardhje. Të flasësh për një njeri i cili ka dhënë një kontribut të bujshëm, të palodhshëm dhe mesazhi i tij është një shembull për çdo hafëz të ri, i cili duhet të ndjek rrugën të cilën e kanë ndjek hafëzi jon, i cili nuk është lodh asnjëherë për të nxjerrë dijen dhe fjalën e Allahut Jalla Jalaluhu që ta përvetsojnë hafëzlar dhe një ashtu nxënës të këtij fshati, po edhe më gjërë, nuk është edhe e lehtë, mirë po palodhshmëria e hafëzit tonë të nderuar, i cili e ka bën një gjë e cila do të thotë është një shembull për çdo kënd prej neve. Prandaj vëllezër të dashur, unë nuk do të flas më shumë për hafëzin, nga se vepra e tij dhe puna e tij e ka thonë ata të cilën duhet me thonë na, por ju dëshiroj mirëseardhje dhe mirë se na keni ardhur nga gjitha trojet shqiptare. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderit Hoxhë dashur. Në mesin tonë kemi pashtu atë puna të cilit është në çdo cep të komunës, i nderuar i kryetari i komunës Erkan Arifi, të cilin e falenderojmë për pjesëmarrjen që ka. Ashtu, vëllezër të dashur, për vendit duhesh me mësue, për me mësu duhesh me lexu ose me ngu. Edhe një diçka është me këshirë, po të najnë kësaj thëjnë me murzanat. Pa dyshim që këtë halë ka mësë mirë i ka bon atë të cilin jo një kënisi Molla Taxha, doktor Taxhedin Bislimi, e që eftojnë të mërë fjallën. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala ashrafil mursalin wa ba'd. Të nderuar prezent, hoxhallar, xhamat, kryetari i komunës, po të gjithë të cilët jeni në këtë xhami, unë nuk desh as të marr fjalën as që ma menja se do të foli diçka më mirë se hafizi im e ka bën praktikisht. Prandaj të nderuar prezent, ndonjëherë kur duhet me fol, ama kur duhet me punu, duhet me punu. A mërmenja se hafizi jonë, Abdulkader Abbasi, kur është dash me fol, hiç s'ka ngurru as pak, për shkak se e njohim prej sa afër, që nga vitet 1978 të këndihmi. Por kur e ka kërku puna, ma hiç sa ndalë. Prandaj, tash të folim, nuk ka nevojë se puna të jetë të shpona që ka është dashtën me ba. Prandaj, atë që ka thërë moderatori dhe muftia po krej imami,
Unë s'kam shkashtoj diçka tjetër, përpos se ki hafiz në nderon edhe jemi krenar se kemi në këtë nënqjell. Ju hotlant duhet të krenoni komuna zotëri kryetar, që e keni një hafiz të tillë. Mandej i gjithë ki nënqjell që jemi në ndjemi krenar për një hafiz, se puna e vërteton se a i kalojnë gjurë, e ato janë këto shkajqini para jeshtë të hafizat dhe të tjerë të cilët nuk i shqipin, sa që numri në nxënësve të cilët veç tonë, hoti pas kam mësu, më dolën mu mbi 400. Nëse një më generata mbi 40, ka matematika jam si i do, po mbi 400 dalin. E tjerë që ka kanë fillu dhe kanon janë edhe ma shumë. Prandaj, lusë Allahin Gjeleshanu që të vazhdojnë një pension të rahatshëm, por si shta paraforsi jem, ne nuk dalim penzi se vazhdojnë punën deri sa të desin. Nja të gjithë i thanë shumë për hafizin, por unë edhe nja të që përmenin, besoj se hoxha nuk e ka harru, edhe unë pja përmeni juve, ne jemi ka në Sham bashkë me dresën Furkan. Por a ishka dallohet se hoxha hafizi ju ka qenë edhe një periud nuk e di sa imam me një xhami, një ndër xhamit më prestigjioze në Damask. Kush e njeh, kush ka qenë në Damask, në atë lagjë mu kemi mësu, i thënë muhaxhirin, as i vazhdimësi e romanës. Lagja në të cilën janë të koncentruar të e gjithë administrata e shtetit Sirijës, deri kryetarin e Sirijës, duke përfshirë të gjithë përfaqësitë diplomatike në Siri. Lagja e njohur, ndërsa imami jonë hiç më pak në 200-300 metra për shtëpies kryetarit atëherë nëse i dëshmi, ka qenë xhamin Bedr imam. I ri të jesh imam të falësh me hapë në xhamin e Bedrit, në xhamin e drejtorit të atëhershëm Nureddin Karali, nuk ishte lehtë sepse mas atij u falshin ti lloj-lloj hoxhallarë që personalitetet të shtuara në Siri në zaman. Prandaj kiçka e keni para juve, ka qenë një periudhë nuk e di, po unë e di se jam falë ti një muj Ramazani, 5 mujt Ramazanit në xhamin Bedr. Këtë nuk e potencu një nga përmenet, po të letë një informat shtesë për me. Prandaj, kemi të bëjmë një hafiz të fuqishëm, të fort dhe i cili ka punë. Prandaj, këti hoxhës hafizit tonë, i urojës jetë të lumtëre vazhdimsinë punë, ndërsa nxënësve të tij inshallah e ndjekin në punën e tij që ka bërë, ta bëjnë edhe nxënësit e tij. Të jenë hafizat të mirë, të fortë dhe të lanë hafizat tjerë pas tyre. Këto, kur jemi në hotër, përmena se ka qenë, ju tjeni krenar se ka qenë edhe imam edhe në Sham. Por, i ora, po thëmë, edhe, kështëm fati ka dashë, që edhe një tjetër hotlanë, këtë qenë para këti njëtin në xhami imam, aja është Hafiz Irfan Abazi. Njëtin janë për familjes Abazi, i cili para këti ka qenë një periudhë imam në xhamin Bedr, pastaj vjen hotlani i ditë i cili kja është para juve, Hafiz Abdul Kadri. Prandaj ju hotlan duhet të ndini krenar se keni kësi hafiza, kësi punëtor, po madje edhe kanë shërbin vendet tjera që ka është pak si siklet dhe Allah i përkona imam në xhamit e Shamit. Prandaj Allahi i dha shëndet e juve inshallah suksese me imam në të tjerë. Ma shumë nuk di hoxha im apo hafizi jam që ka thëmë, Allah i razi, në ke ndëru, Allah i të ndëruat në këtë botë në botën tjetër. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit të hoxhën nderu dhe ne të urojmë jetë të begatshme e suksese në pensionimin tënd. Mbrëm vëllezër të dashur, këshirë me bomba interesant me shkrujt këtu mi vdu juve. Këshira në për internet se ku falet namazi me hatme në për xhamit në për Evropë, kur konsum falet. Është hoxhi i rrallë, cili para 2 javë e ka përfundu hapën e 27 vetëm duke recitu Kur'anin në namazin e sabat, të akşamit dhe gjatësisë.
ata cilët nuk kanë ditë, nuk dinë me lezu Kur'an, nëse i kanë falë, nëse kanë qenë në fakt në hodhje, kanë falë disa për namazëve, sigurisht të paktën një hapë e kanë bërë. Kjo është një begati e madhe për gjithë ata cilët s'dinë me lezu Kur'an, për edhe për ata cilët e falin namazin, e që jetën e tyre të paktën e kanë një hatë në namaz. Në ta shapin fjallën Hafez Kadrijes dhe lusim të jetë i përgajtër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me të vërtet, kam pak vështirë të flasë. Të momente më kanë kapë emisionit, po do të mundohem të i thomë disa fjallë. Falenderoj xhamatin nderuar që kanë ardhur në këtë tubim, në këtë xhami të bukur, në këtë xhamat shumë të bukur, dhe i falenderoj shumë mysafirët që kanë ardhur, veçanërisht kolegët që kanë ardhur prej së largi. Pastaj falenderoj edhe shumë hafëzllarët që janë këtu prezent. Ja këtu më mëson mas shumti hafëzllarët e kolegët e mi, para forcët e mi që i morën fjallën, e thanë që ka duhet. Allah ishë përbleft për mundin që kanë ardhur për fjallën që e kanë thonë. Të nderuar, u tha, mëse në biografien time në Sham në Damask, e tha hoxha doktorit Tajuddin Muslimi, atë që nuk e kam shkujt në biografien time, me gjithse kam haru, para të të mirët s'po haruk. Kështu që sot gëzimi është më i madh që ju kemi gjithë të prezent, veç ati kolegët e dhe thashë dhe hafëzllarët. Unë të thëmë, barëm të fjallë të thëmë, se s'po mëj me dëru nga misionet. Është të vështirë, me të vërtet, që gjëmot që e kemi gjënë, kanë përkrarë pa mos, lidhje me hapët që e kemi lezuar në namaz, edhe janë bosh kaktarë që unë të hamin Kur'an kemi përmenç. Pastaj, kryesia e xhamisë kanë ndërru shumë se jam mërzit disa kam dash talon të tjerë në imamit, por ja sëm kalën dhe kam vazhdu. Falenderoj shumë kryesin e xhamisë, falenderoj xhamatin shumë, po falenderoj gjithë ata katëndarë që më kanë dhënë besimin që të i mësoj këto nxënës e të dalin hafëzllarë. Unë para xhamit tim edhe para gjithë juve që jeni prezent, edhe para kolegës që kam pas para meje, këtë xhami që ka qenë themeluesi kësaj xhamie, që ka dhënë kontribut shumë të nderon të ngrit të themelet të xhamisë. Ai ka qenë shkaktari i parë e dalë imam në këtë xhami mbajtë të gjerat në falë namaz, në mësu fëmija. Allah është përbleft. Dhe pasaj, unë kam vazhdu, që jam të vazhdu, edhe që kemi dhe kolegën hoxhën imamin Uhi, bashkë që të kalu një që të mirë. Katundi këshillit dhe këshillit xhamisë kanë vendosë pas pensionit tim të vazhdoj këtë rrugë. Megjithse nuk kam dashur ta vazhdoj, që më thonë vërtetën, par ja këto kanë majtë mbledhje katundi, këshilli katundi dhe bashkë me këshillin xhamisë, që unë ta vazhdoj, sa të kem mundësi. Edhe kështu që do të jemi në vazhdim inshallah pas pensionit, por prej gjithë xhamatit që e kam këtu prezent dhe ato që nuk janë prezent, që apërcjellin fjalën, kërkoj një hallalëk. Prej anës time, halal qoftë. Po s'pendi asë janë të thonë, halal. E që është. Edhe prej meje halal. Për një halal edhe prej hoxhës që e kam pasë kolegë, kërkoj një halal hoxhë ndërru. Edhe prej mua halal qoftë. Kështu që xhamatin ndëruar, jeta
me të vërtet, është e vështirë, por bëhet e mirë kur punon, bëhet e mirë kur je me shok, me kolegë, kur je me xhamat bëhet edhe më e mirë. Por veç aty sot që keni ardhur me një përgjigje ftesës, Allahu ju shpërblet pa mos. Kam edhe diçka të thonë, por nuk po mundem vërtet nuk po mundem atë për garancionet. Ju falenderoj për prezencën, Allahu ju ruaj. Faleminderit o gjinderu, sigurisht ti dhe shumë xhallarë që jeni prezent flatë në xhami, dhe të falenderojmë ti e ashtu hoxhën tonë Allah Ramonin, i cili para disa viteve ka dalë penzion, ne ju urojmë shëndet dhe që të jenë mesin tonë në mëdhenj. Ne ta shëftojmë Abdullah Shaqirin, cili të na e këndoj një ilahi për koronë, ose hipsi. Busha zamrën me iman, me lezova Kur'an, se kjo fe është dritë e mur, i vetëm i pranum. Busha zamrën me iman, me lezova Kur'an, se kjo fe është dritë e mur, i vetëm i pranum. Kur dëgjosh vëlla ezan, me rabdes e fal namaz, shpëto veten ti o Allah, në ahireten këtë dunia. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat tu i ki, shpëto veten ti o Allah, tjetër rrugdalje nuk ka. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat tu i ki, shpëto veten ti o Allah, tjetër rrugdalje nuk ka. Na nderove me dy drita, me Kur'an dhe me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Na nderove me dy drita, me Kur'an dhe me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Faleminderit shumë, nderuar hoxh. Ashtu siç thash më herët, hoxha jo nuk mund të mos jetë aty ku mësohet Kurani dhe këto vitet e fundit ka kontribuar shumë në shoqatën Ikra, shoqatën Lexo. Hoxha jo i nderuar Xhail Lazili nuk është prezent për shkaqe të udhëtimit, dhe prezent e kemi Feyzullari, i ftojmë të merr fjalën ose Muharrem është prezent, po tasni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Si që dini dhe më thonë ju gjithë gjemati se Hoxhain Dhul Kadri Hafizi leje që punon këtu në fshatin tuj, po ki vazhdojnë edhe punon edhe në visit tjera. Ne që nga fillimi kur e njohëm, sepse nuk e njishëm, nuk e kemi pas gjenerat në shkollimin tonë, po kur e njoftum, e pam aftësinë e ti,
dhe në shoqatën tonë ka qenë njëri nga themeluesit. Andaj në emër të shoqatës lehtëso i dëshirojmë pensionim të rahatshëm, duke mos hek dorë nga Kurani, sepse po edhe dojmë ne ai s'hek dorë, sepse njohim mirë. Allahu në Kur'an thot: "O kuli a'malu, fa sayara Allahu a'malakum." Thuju besimtarëve le të punojnë, sepse punët tuaja do t'ju sheh Zoti dhe profeti i tij. E qofse është shembull i këtij ajeti ose kësaj fjale të Zotit, vetëm i çon si të këndej djathtas dhe majtës. Këta, shumica nga këta e kanë kry javëzllëkin, po disa kanë krynë edhe i gjëzët. Kjo a këtë kontributi hoxhës. Në qofë se këta tash dojnë vazhdojnë rrugë të mirë, prapë le të kthehen këndej. Shembulli më i mirë për këtë generale, për këtë cikël të jetës është hoxha im. Jemi shumë falënderues dhe mirënjohës për kontributin që jep në shoqatën tonë. Unë nuk kam përgatitur kështu fjalor sepse për hoxhën tuaj muj me folën 10 ditë pa natë. Unë kam aq shumë material, e njoh shumë mirë. Allahu inshallah shëndet, pensionim të rahatshëm tash, jo pensionim nga Kurani. Allahu qoftë. Faleminderit Hoxha Muharrem, Allah ju lutë të shpërbleft dhe juve për kontributin e madh që po i jepni në shoqatën e juve në mësim, besim, Kur'an e Kerim, fjalës së Allahut azza wa jalla. Vëllezër të dashur, disa vëllezër kanë përgatitur disa dhurata e që ata do t'i dhurojnë në fund, krejt në fund të emisionit. Në eftojmë po ashtu Haxhi Shaikën Allahu ta merr fjalën ose një përfaqësues nga shoqata Abidatevi unë. Faleminderit kryetari i Këshillit të Organizativ Zotëri Bujamin Fetau. Të nderuar mysafirë, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar afëzllar, të nderuar xhallar të imamëve të xhamisë të fshatit prej komunës së Likovës deri në Shkup, të nderuar mysafirë nga Presheva, të nderuar mysafirë nga Kosova, mirë se keni ardhur në fshatin e Bacësul, fshati i Odër. Në Shqipë Vajzlefare dhe në emër të gjithë banorëve të fshatit Odër, afëzit Abdulkader Abazit, ju uroj pensionim të këndshëm dhe pensionim të rashëm. Në të ardhmen Zoti i dhash shëndet dhe lumturi dhe siç e përmendën palafolsi apo kryetari i këtij këshilli organizativ, është shumë pak, shumë do të flasim për afëzin Abdulkader Abazit. Na ndëgjumi kryerën gjithë të madhe nga kryetari i këshillit organizativ, nuk kemi çka të flasim për afëzin, vetëm ju urojmë shëndet dhe lumturi në jetë. Ne si Këshilli Vajzlefare kemi përgatitur një dhuratë, sado që është simbolike, ajo është dhuratë edhe historike. Një ashtu më në fund të ta shpërblejmë edhe afëzin i cili para 2 vite ka dalë në pension zotëri Rahman Aziri. Ju falenderoj. Faleminderit të nderuar. Në vazhdim dhe më mirë thonë në përfundim, ftojmë Hafiz Ibrahimin ta këndojë një asher dhe që pastaj do të vazhdojmë me dhuratën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Faleminderit hafëz I dashur, japim fjalën hafëzfatit, ai I cili jeti më smiti e më shumë të vlerën hifzit e hafëzfatit. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falënderimet I takojnë Zotit. Salavat e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Unë atëherë nuk kam qenë I lindur vitin 89, nga se kam lindur vitin 90. Kur fillova me ditën, dëgjoja fjalët e pleqve xhamatit grave, çfarë të mire kena bo që Zoti na sjolli nga hotla këtë margaritarë. Vitin 2005 në mars, dashur Zoti xhaleshanu që t'jem edhe une pjesë e këtij karavani gjigant të Agës Hafëz, pra ta përfundojmë hifzin bashkë me dy djemtë e tij, Hafëz Saad Abazin edhe Hafëzin e nderuar Harun Abazin. Në atë kohë hoxha ishte caktimi I Zotit që më u kthye në vendlindje. Edhe unë u regjistrova në medresin e Prishtinës Alauddin. Kur erdha në pushim, I dëgjoja në rrugë fjalët e njerëzve, fjalët e xhamatit duke thënë çfarë gabimi bonëm që Allah I na dënoi edhe na mori Hafëzin e nderuar. Të nderuar xhamati I hoxhës, të nderuar kolegë, nëse të kaluamën nuk kena pas Hafëz I cili mëson fëmijët tanë, I cili e ndon punën e tij vazhdimisht për ta lartësuar fjalën e Zotit, atëherë atë ja ku e kemi, anë pse ka dalë në pension. Nëse të kaluamën nuk kemi pas profesor apo njëri që e njeh flemin e fikut, sidomos fikut të trojave tona me dhënit tonë Hanefi, atëherë ja ku e kemi profesorën e nderuar Taxheddin Bislimi. Unë e potencoj shpesh edhe them këto me keqardhje se na si popull shqiptar musliman troje tona, njeri tonë si a dim vlerën. Du të marrë dikush pi Preshevës, du të marrë dikush pi Prizrenit, du të marrë dikush pi Shkupit, fshatin Hotel edhe në Zhunic, me na tregu çfarë margaritari keni. Mirë po është atë shmëri që ka kriju lumi Allah që insani njeri që e ka të afërm, që e ka në shpinë e vetë, që e ka në katunin e vetë mos mja di vlerën. Dhe kjo është me keqardhje. Unë ju më I flet që ta përmirësojmë këtë çështje. Nga se ndjena krenar që kam qenë nxënës I Agës Hafëz, po edhe kam ndjena krenar që ko prezentu do thot një seminar në lëmin e usul fikut tek hoxha I nderuar faqihu I trojave shqiptare, sidomos te madhëbet tonë Hanefi, profesor Taxheddin Bislimi, inshallah Zoti jep imër të qartë. Të nderuar xhamat, nuk është ditë e zakonshme, nuk është ditë e rëndom. Unë them që është një ditë e veçantë. Është një ditë falënderimi, është një ditë shprehje. Pasha Zotin e Çapës nuk po muj me gjithë fjalë, qysh me falënderu Agun Hoxh, I cili është vërtet u largu nga fshati Zhunic, por është vërtet që e mbjolli një fidan në fshatin Zhunic. E pastaj u sebeb me shku pas hafëzlëkit medrese, pastaj në Medinë, pastaj masteri në Pazar e tashmë imam në fshatin tonë Zhunic. Andaj kontributi I tij edhe të qenurit Hafëz, që është Aga Hafëz, unë mendoj që fshatin Hotel edhe fshatin Zhunic e ka beku Allahu Azza wa Jalla. Ky bekim e përfshin edhe rrethin, po flas konkretisht për këto dy katunde. Mjafton fjala e pejgamberit sa që ka thonë khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më I miri nga mes juaj është ai I cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Ka më mirë se Aga Hafëz I cili ka jetu me këtë parim edhe me këtë vlerë profetike. Mjafton fjala gjithashtu edhe e njëri prej të parëve tonë, I cili ka thonë le utahurat qulubukum lama shajara min kalamillah. Po të pastroheshin zemrat tuaja kur nuk do të ngopeshin se lexuari Kur'anin. Qeni të bindur. Unë e 2 vjet hafëzlëk për të Aga Hafëz, edhe 2 vjet hafë me 4 vjet. Unë e kom po të Aga Hafëz që ky nuk ka ditë mundoj të lexoj Kur'anin. Më kujtohet gruaja vetë, Allah e gjenet e qofë, sa vaj e kanë ndimu me mësu Kur'anin, unë Hafëz Haruni dhe të tjerën, vazhdimisht rokiste dirën e mektebet, Hafëz buka është gati, vike dreka, vike darka, Hafëz buka uftof, Hafëz buka gati, dipur pak është temperament, e hupsakën ka njerë, tha, unë e ngopna kur ta e do e din djersin.
Si ta thoja mirë, desë në Hafës Saadi, Hafës Harune, Hafës Saadi, unë e ngopëm. Edhe për një me ka ndodhë shpeshe, buka ose unë sopër, është shu buka prej sofrës, është shto buka, po këmi a qikë pule, ma vajë ndërrodhë, a makinu ka dalë me këtebit. Se, ka thonë ushqimi jem, është edhe kem. E lu zotin amal që Allah t'ja zgot jetën, andaj që qekën kolegët dhe profesorit të gjedini edhe imami Hoxhanuha, që qekën nuk ka për hajullar pensionin, është të vërtet, ka dalë pensionin formal, por shpizani sa t'je gjohë, se t'jeni t'bindur, na e na mësu si popull me kukat, mazit na vdesin njerëz të hajrë. Besoni apo jo, ku shkoj vitin 2005 në haqë, erë me zëvëndësu Hafëz Refikin. Edhe nasë talebe, e din hafëzor kolegët e me, u gëzumpa. Pse u gëzumpa? Se nështë nga ka shtrëngu shumë. Allah në gjenet e qoftë, e shtrëngu shumë meselën, edhe e kemi pohajnë që nga ka shtrëngu. Edhe unë u gëzua ma Hafëzarune se e pone men Hafëz Refiki, edhe u spërgu, nuk shef, ma letë e kalojnë devrin, ma letë qëto. A i shkonë ma besekin, Allah në qëto. Edhe tash e kuptum se kipi krejt ka dalë. Andaj puna Hafëz Refikit, edhe puna e Hafëz Baramit, edhe dëshmu, mirë për kur vdicën të dytë, unë e pash kur edhe me ponë një kohë dhe notër, nuk ishtë aja atmosferë. Nuk ishtë aja atmosferë në vendin e ju, po e hamda që kam bejt ke, të jadim kimetin edhe të ruajnë, edhe ta shfizojnë, asa kemi mundësi. O është të vërtet edhe unë e më hafaz dhe hamla, po se bebke. Po sa punën e ka mu kim shtatin zhunic, unë e asdet për që s'punën me mu. O është të vërtet kom zonca, mësojnë zonca, për sabrin që e ka pos kim, unë e thonë, veç e lumi Allah e ka mu se do të sabrin s'po vike për sheti e që do të panë. Zoti jashtë të fimrin, Allah është mërblet me të mirë që ka po, se fsharti zhunici ka 307 shpi, t'jeni të bindur nuk ka shpi zhunici që nuk ka ndër jenë zanë. Falim deri shumë, më bërë Allah se meritoj me full para, o zhëllar me kolegët mi, po pazi mu dha rasti dy fjallë. Zoti është mërblet. Allah është mërblet, është dhe jashtë suksese juve në punën të uaj të glasë shmlet. Ashtu si avëzi. Ashtu si kjo gjami ka vazhdu tjetë prej kura ndërtu, sigurisht një kontribut në atë të madhë e ka dhënë kryetari Gjamis e më herët edhe nën kryetar dhe muezini i shumë viteve këtë Gjami. I nderuari Mina Mustafa, të cilin neftojmë dhe që ka përgatit edhe një dhurat për hoxhën nderuar. Assalamu alaikum. Ju përshëndes gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum. Mirë se nga keni ardhë, mirë se nga keni shu këtë dëllim, dhe keni ndëru gjamin tonë, dhe keni ndëru afazin e ndëruar në si këshill sekretari gjamis të formi për afazin koka pak. Ne kemi njohë për pas me njohë pak. Sot për shumë se është knatësi, me kanë kam punu, me kanë kam shërbi si sekretar, si muezin, si kolegë. Dhe falemderoj me Rene Arabës Kadriu në pak që s'tash me njohë që. Ne banë Allah, mërënë këtime 10 viteve që ka vjen kreditor, ndoshta të njerë kam gabu me ti, ndoshta e po një tepër, kërkoj Allah të më vash mosin, se e gjimina. Rene, ju falemdroj t'jilve, misavirve, u gjallave, kreditor në komunës, doktor profesor Shaban Sulemanin, të gjithinin t'jilve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah që përmlet në hoxha Mina, kryetari Mina, i cili vërtet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të dërgësoj tek ai i cili është 12 vite muezin, është shumë meritor, Allah inshallah të mëson. Vëllezër të dashur, mesin tonë është edhe hoxha Ismail, të cilin të dëshirojmë disa fjalë të lëndë për ti. Përshëndetje. Shifni tash. Unë ashtu nuk jam i mësuar me folë shumë edhe me fakt njohë si kritik. Edhe kur kritikoj, asaj së mendojnë hiç. As hoxhallar, as kretant. Për Hafëz Kadrian jemi njohë në Damask. Edhe kam sa momente që i kemi kalu në Damask. E të me kujtoj, si se shumë folën për punën e ata se a edhe të të vazhdojë, mësi pension po vazhdoj ka të me këse. Dhe unë jam pension që sa po nuk vazhdoj. Unë heci më shumë, kam tjera punë.
kujtohet shumë, pak si humor. Ka pas profesori një shok të Afrikës. Se kujtoj e me ti, i zi ishte. Kur të takosh mirë në shtëpi, ose te Abdul Kadri, ose te neve. Ishte njëri tjetërin e shikonin dhe qeshtin një tjetërin. Abdul Kadri me një, si pa prejnë nga izi. Dhe tërë kohën, më thonë, në bënin në humor, në linë që të qeshin, e kujtonë nështë taj, pak se është më shumë po du t'ju flasë për atë kohë, për ato momente që i kemi kalu dhe që i kemi kalu bashkë. Dhe tash, i thonë këti Abdusametit të Strezocit, tash unë se për një ofta të Kadriun, se kam nejtë me atë, tash ka pëjnë dhe gjoj në habita, ka pas edhe një aktivitet afer meja atje në Sraqit. Kon imam, dhe ka dalë ka punu bashkë, se të qalit zotën së punonin, ki i ka detyru punojnë. Dhe sot s'ka gjemat për atje, se kanë, ose si ka ftu, ose si kanë ditë, po aktivist, po. Elhamdulillah, thësh, se thësh, më tha, më dhe të gjithini nga ka ftu, se të delë në pension, shumë mirë, thonë, po arritën të thësh, porra i ndërrunë, se pa një se ta pension nuk delë, hoqë. Dhe unë thonë, ma mirë me dalë, se shumë mundin nuk panë me pas, pak ta të relaksonit. Ata që dojnë pension një pak mishta, ata që dojnë shumë gjithë. Tash, unë para vaktit kam dalë, zote, në që ti vjetë. Pa si do tjetjet, jo një dhe isholat me ju dëshirojmë, unë të mbarë, unë bile i du, mirë po, në atë që du të thonë se ata njërë si dojë janë të pakt dhe të rallë, që nuk dalin pension, të dalin pension për vazhdojnë me punë. Normalisht, të shtina, mu po më thojnë atë në ndrushin, kur po shkoj për punë tjero, me punu me shatë. Se si t'dilish pension, mundojnë, mësaj, punë tjera. Se hoqë si e, hoqë. Po lodhë shumë, jo, kjo s'po më lodhë, thështë. I më më kuma shumë ka lodhë. Në sotë të qështu është, prandaj, i dëshirojnë njerë dhe punë të mbarë, pasi e pa vendosin kështu, po vendosin të shti këshillat. Dhe profesor nuk po në fakultetin teologik, po të Emilia e jatë. Po dhe dekani për e thimja dhe për i thonë, po të bëjmë profesor. Kjo apo shumë. Edhe të ashtë që moti kam vendosje, Shekh Abdul Kadri të vazhdoje me punën e inshallah, ka sukses në punën e vetë. Edhe mirë që do thonë vazhdo. Unë për vete javë, kanë lutë që moti, jam po në orë, që ndroj atje, po jo, së mujshëm. Po i përgësoj këta, se i kam shumë, fola shumë. Po gjallarë të lekë që atje që jem kam në orë, deri në 80 vjetë kam pas imam që i ka vazhdu, se kam edhe jam qëtit, pastaj masë, se isha i ri atë 30 vjetë, që ishta kur të vi për pension, spres, 80 vjetë ka vazhdu imam, deri pak para vdekët, në thonë e lakë në po, atyre ju lumë që e bëjnë këtë. Do tim se
ka, do thonë, vullnet për këtë dikush ka vullnet që ai përshënon gobët me leximin e Kuranit, inshallah Allahu jep shëndet dhe vazhdon që të nxjerrë gjeneratës, edhe kjo është një punë e madhe. Për me nxjerrë hafëzlar, është punë, neve kemi punu të në 30 vjetë, që se imam, po hafëzlar s'kemi nxjerrë. Se vetë që kemi hafëzlar s'le të 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 për ata dhe sun kemi ba një këtë të të. Allahu, inshallah, të jep shëndet, edhe në parësi, edhe inshallah me gjematin do të vazhdoj, si që ke vazhdoj, po të dojë në mirë. Ta shohim të shkja dhuratët si do të jetë punë. Alhamdulillah. Ne kemi ardhur në fund dhe I falenderoj të gjithëve të cilët ishin prezent në fshatin tonë, në xhamin tonë, në këtë prezantim dhe për fund kemi Afazel Sisali, I cili do të na reciton një asher që është bashtu gati në përfundim të hifzit të tij, lutim Allahun Azza wa Jall që t'ia lësoj, pastaj do të shpërndani dhuratat dhe foto të bërë bashkë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده O Zoti
Madhërishëm mbushit këto zemra tona me iman dhe besim, largojnë nga mision mos respektimi dhe mos besimi, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, mos na bën prej atyre njerëzve që ja kthejnë shpinën në Kur'anit, nga se do të jetojnë një jetë të zyrë këtë botë dhe botën tjetër. O Zoti Madhërishëm, na mëson që veprat dhe fjalët tona dhe jetën tonë ta përputhmi me fjalët e lartë të Kur'anit famullar, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, bëje Kur'anin kushtetut të jetës tonë, ashtu siç e ke caktuar. Mundson ata ja respektojmë këtë libër, ta lexojmë këtë libër, të meditojmë rreth porosive dhe të jetojmë me porositë e këtij libri, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, na mundson ta kuptojmë se sa të privilegjuar jemi me Kur'anin famullar. Na mundson ta kuptojmë që jemi të nderuar që na ka bërë pjesëtar të këtij umeti, pra pjesëtar të këtij libri qiellor, i cili libër është vulë e të gjitha librave, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, çdo kush që ka kontribuar me përha fjala jote, ku të qoftë ajo, shpërbleje për çdo shkronjë, për çdo minutë dhe për çdo lodhje që e ka bërë, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, nëse ndonjëherë na zën gafleti, na mundon shejtani dhe na kap dunjaja për të na larguar nga libri jot, na këndell dhe na mundson të këndellemi ashtu siç ne e kemi mësuar robët e tonë të sinqertë, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, ne e dëgjuam fjalën tënde, ne besuam, andaj na mundson të jetojmë me këtë fjalë edhe të vdesim me këtë fjalë faqebar, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, bëje Kur'anin të dashur në zemrat tona, në zemrat e vëllezërve tonë, në zemrat e prindërve tonë dhe në zemrat e mbar muslimanëve ku të shohim me mëshirën tënde, ja Arhamar Rahimin. O Zoti Madhërishëm, bëje Kur'anin kandil ndriçues të jetëve tona, këtë botë, natën e varrit dhe botën tjetër, ja Arhamar Rahimin. Na mundson të jetojmë me Kur'an edhe të vdesim me Kur'an, ja Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Tash mund vazhdojmë me dhuratën. Bashkia Islame për prashje për janës dhe me të veç, i jep mirënjohje Hafez Abdulkader Abasi për kontributin e mësimbesimit të Kur'anit familjar, të themelimit të shoqatës përmirëse islame Sami Thrashe në prashje, të themelimit të institucionit të Bashkisë Islame për prashje për janës dhe me të veç dhe për shumë aktivitetet që i ka kryer i nderuari dhe shumë i respektuari Hafez Abdulkader Abasi. I të dëshirojmë jetë të gjatë dhe të njëjtën kohë nuk i dëshirojmë pensionin, po i dëshirojmë që të vazhdojmë jetën me Kur'anin dhe mësimin e Kur'anit deri në vdekje. Zoti shpërblet shumë. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet. Po ashtu dhe kryetari i Këshillit të Xhamisë së parë, dhe Mustafa ka një minjoje. Xhamia e parë dhe fshatit tonë, me këshillin e tij i dhuron mirënjohje Hafezit tonë të nderuar për kontributin e tij që e ka dhënë gjitha këto vite. Allahu është shpërblet dhe i jepon nasib xhenit. Deri për Këshillin e Xhamisë, Allahu inshallah shpërblet. Minjohje tjetër nga hafezlarët së bashku. Këtu ju më përmbledh disa hafezlarë, do thotë të cilët kanë mësuar tek Aga Hafez. I pari për tyre Hafez Vahidi, Hafez Hasipi, Hafez Hamza, Hafez Ibrahimi, Hafez Marani, Hafez Rinoni, Hafez Shefketi, Hafez Jumune, Hafez Saidi, Hafez Harune, Hafez Saadi, edhe kena shtikin vajzë Hafez Leonove, cilët thotë se ka pas risk për një gjuz me përfundu Kur'anin, po për të se ka mësuar se në gjuza, për në gjuz nuk e kemi llogaritë dhe kemi me fund në këtë rend. Kjo është një minore modeste edhe disa e dije. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Fezullari i nga shoqata lexoj një minjoje. Pra ne kemi nderin që t'ja në dhuratë modeste hoqës nga shoqata për arsim të kulturë lexoj. Këtu që ka simbolik madhe, lapsin në orë, Allah me tua pasha lapsin dhe pasha kohën. Pra kisha më vëdër me lapsin me kohën, për shpesë për të mirën dhe për kontributin për vazhdime në mësimit të Koranit dhe zimit e gjërat të reja. Burime. Faleminderit shumë, zotë ju. Përfaqësuesi i Bashkisë Lokale Hotën, Hamida Deri ta një minjoje për hoxhën të Namën të kryetari bes lokale Zotria Gjishajra Allahu, ndaj një minjoje simbolike në mjetë materiale Hafezit Abdulkader Abasit, i cili gjithherë është kontribues dhe përkras i besimit lokal të Këshillit Organizativ dhe shoqatës së doa fshatit të tij. Edhe ne dëshirojmë punësin në xhenim të këndshëm. Allah është më drejtë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Si
fshatit votër, shumë faleminderit. Këtu kemi edhe kryetarin e xhamisë të fshatit Zhunis, aga në shëna se të kishtë molla, a që shëna që rushtiti, do thotë ka një hedije kemi përgatit, hedije edhe është hafëzlar, quba kryetarë. Praësisht që 8 vjetë është kryetari xhamisë, si ku mi une do thotë imam, për shkak respektit dhe javës hafëzë u molla kryetarë. Faleminderit shumë, Allah i shpërblet. Allah i shpërblet. Po ashtu bashkësia lokale ndalme edhe për hoxhën e Rrugë Ramonin, i cili para disa viteve doli në pension e që shfrytëzoi rastin tjetër këtu mesin tonë. Allah i shpërblet, i cili ka ardhur këtu me gjithë vështirësitë. Allah e nderoj. Kështu spari faleminderoj gjithë shokët dhe ja për hajde dhe nëska të njësë pensionin. Më dhe shëna stilë pension kja, apo e po tjelë. Sa në kërë i bonat të bëhët të takë tona më njëherë në kësari, se këtë qaminë në këtë fshatë, kam 28 vjetë, 6 vjetë e gjaminë nartë, dhe këto ta dhe skadrija të milusi kësaj gjamiës me fshatë, së bashkë. Elhamdulillah të mi kalu mirë, po këne kur thumë edhe mirë, e keni patë për natët në shpirë. Ka njëherë mirë, ka njëherë, se i qatë një mirë, edhe pak, ama ajo jonja konë e mejnë, funa përë, që i shpirë. Atër këtë të mirë, elhamdulillah kemi bashkë të punën, kemi bashkë të mekrat, edhe inshallah zoti, po një, do të thotë se brita këtë një fshatit, se aratë të dojnë një fjallë, e li fatë mata, ajo shka ka shku vdes, më ndoha si të kanë arruna, është ama së pasë në arruna. Faleminderoj shtari, kryetarin e bashkësisë Shejpa në Vlajnë, bashkëtorën e cilë shqyqatës e të fshatit tim, po dhe gjithë juve dhe neve dhe hafëzim që ne bani këtër që më pave, më njohë dhe më kësu, inshallah për të mirë gjithë. Inshallah e këzonë pensionin, inshallah ka imën dhe ka jetë të mirë, dhe ju në fali pak disa fjallë, i thamë, po të mirë, për hajrë inshallah, për hajrë kote të faleminderoj. Allahu Jalla Jalaluhu, falenderoj njështu, falenderoj hoxhën e nderuar Muhammad Azirin për kontributin të cilin e ka dhënë më herët në këtë xhami. Njështu ju falenderoj për prezencën të cilët ishi këtu dhe morët rrugën dhe gjetët kohën që qeni këtu prezent, që ka edhe një dhuratë nga dikush me disa shokë të Kosovës, cilët ka disa shokë nga Kosova. Allahu i shpërblet për gjitha të mirat, për gjitha begatit të cilat i kam dhënë një ashtu një falenderim të veçantë shkon edhe për fshatarët të cilat kanë gjetë kohë dhe gjithë një kanë qenë të dashur me hafëzin dhe kanë qenë ato të cilat i kanë dhënë kurajo për me vazhdu punën deri ditën e sotshme. Gjithë mysafirët të cilët jeni këtu, jeni të ftuar në restorantin Blero, kemi një darkë modeste për juve në shenjë dërimin dhe respekti. Allah ju shpërblet. Vëllezër të dashur, ju ftoj për një foto të përbashkët përpara, në të vojmë që të jetë kujtim për hafëzin. Allah ju shpërblet. Selam aleikum. سبحانه ما لي إله غيره أشكو إليه ما يلم بحالي وأنام يملأني اليقين وإنني لأرى صباحا بغيتي ومنالي فوضته أمري وشأني كله فهو العليم بحاجتي وسؤالي كالطير يغدو ليس يعلم رزقه متوكل
متوكلا في سائر الأحوال يجلو ظلام وينير هذا الكون بالأفضال وقادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي قصرت لكن الكريم أحاطني نعما لا أعجز وصفها بمقالي فالعين تدمع حين يغمر فضله قلبي وما أديتها أعمالي أهملت طاعات ولكن لم يكن يجزي على الإهمال بالإهمال كم أمهل الرحمن قلبا غافلا فلعله يصحو على إقبال إني وإن ضعف المسير لمقبل فاغفر لقلب ضج بالأشغال فاغفر لقلب ضج بالأشغال